Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë leximin e radhës të dashur. Kjo javë është një thirrje e fortë për ndershmëri, guxim dhe lëvizje përpara. Ka të vërteta që i ke mbajtur brenda, zgjidhje që ke hezituar t'i bësh dhe frika që të kanë mbajtur pezull. Tani është momenti të lirohesh, të veprosh dhe të marrësh hapin që të çon më afër rrugës apo destinacionit tënd. Lejo të vërtetën të lirë. Koha për të folur hapur ka ardhur, mos e mbaj më të fshehur, atë që ndjen apo atë që dhëmb. E vërteta është çlirimi jot. Zgjedh me kujdes. Çdo zgjedhje ka peshë, të dashur peshqi. Bëj zgjedhje që përputhen me atë që kërkon shpirti yt, jo thjesht me atë që duket më i lehtë. Kjo javë të vendos përballë vendimeve të rëndësishme. Kultivoje guximin tënd. Guximi nuk është mungesë e frikës, por aftësia për të ecur përpara edhe me frikë. Po mos prit të ndihesh plotësisht gati, thjesht bëj atë hap. Siç është ky zog këtu, i duhet të fluturoj dhe duhet të fluturoni, sado që nuk jeni gati. Pra, guximi nuk është mungesë e frikës. Të zhbllokoni energjinë, lëvizjet. Energjia jote ka nevojë të lëviz. Fillo me gjëra të vogla. Tani kjo po pastron këtu, çfarë do të thotë? Me gjëra të vogla, çfarë duhet të heqni? Ves, mendim, besim, sjellje, qëllim tek e fundit. Fillo me gjëra të vogla, pra, pastroni hapësirë, shkruaj një mendim, shprehu, bëj një hap. Çdo lëvizje e vogël hap një rrugë të madhe. Pra të dashur peshqi, kjo çfarë po flet vetja juaj, të them unë, nga që është leximi për brenda vetes time. Kjo ftofton të mos fshihesh më pas frikës apo hezitimit. Fol të vërtetën tënde, bëj zgjedhje me kujdes, por mos prit kushte perfekte për të vepruar. Edhe një hap i vogël me guxim do të hap një rrugë të re për ty. Kujto, liria dhe qetësia jote fillojnë aty ku ti e lejon energjinë të rrjedhë. Pra, është në dorën tënde, guxo, të dashur peshqi.